Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Personazhe në Fokus. Muajt kaluan shpejt, vera kaloi shpejt, dhe ne rikthehemi në sezonin e 4 në puntatën e parë, pikërisht aty ku ne kemi nisur emisionin Personazhe në Fokus 3 vite më parë, në qytetin e Lushnjës. Në këtë emision, ju jeni pjesa e të ftuarit e çdo shtune. Ju jeni ata që sugjeroni personazhet në të gjithë territorin shqiptar, po dhe jashtë vendit. Emisioni Personazhe në Fokus nuk mund të vazhdonte pa ju, pasi ju jeni të ftuarat e parë të këtij emisioni. Me mua sot, pikërisht për të folur nga qyteti i Lushnjës, kemi ftuar mikun ton dhe mikun e emisionit të televizionit Apollon në emisionin Personazhe në Fokus, zotin Shahin Petritaj. Një njeri që është marrë me artin, një njeri që është rritur me artin dhe një njeri që i ka dhënë qytetit të Lushnjës. Pikërisht ne nisëm këtu dhe këtu do të nisim dhe këtë sezon. Zoti Shahini, faleminderit që ju jeni pjesë e ftesës sonë në këtë emision të parë, në këtë sezon të 4, pikërisht këtu në qytetin e Lushnjës, në qytetin e Kongresit. Faleminderit juve që organizoni emisione të tilla për t'i dhënë jetë dhe gjallëri këtij komuniteti, më thënë të zonës sonë, të qytetit, për të nxjerrë në pa vlerat e personazheve dhe vlerave që ata personat të cilët kanë kontribuar për qytetin e tyre. Faleminderit. Para se ne të kalojmë të pyetjet tona të radhës, të gjithë shikuesit e këtij emisioni të parë do jenë kurioz, pasi ata janë të ftuarit e parë. Publiku janë ata që ftohen të parët për të parë këtë emision Personazhe në Fokus, ku vetë ata na njoftojnë, na telefonojnë, na japin sugjerime që ne gjithmonë të kemi personazhe të ndryshëm në këtë emision. Dhe pikërisht ne u zgjodhëm juve pasi ju jeni një intelektual që i keni dhënë shumë artit, jo vetëm në qytetin e Lushnjës, por kudo që keni shkuar. Para se ne të kalojmë te pyetjet, unë doja të dija kush është Shahin Petritaj. Shumë thjesht. Shahin Petritaj ka lindur në 16 janar 1959. Ka lindur në Berat dhe rreth 15 ditë ka ardhur në qytetin e Lushnjës, tek lagjat e qendrës sanitare. Shahin Petritaj ka mbaruar fakultetin e histori i gjeografisë në Universitetin Aleksandër Xhevani në Elbasan. Pastaj ka kryer kursin e regjizorës në Tiranë 1982, e më pas është punësuar sidomos në aspektin kulturor të qytetit të Lushnjës, të zonave e tjera e tjera. A do të pëlqente arti sot që t'ishte në një nivel që Shahin Petritaj e ka njohur dikur para viteve 90? Shikon, faktikisht disa njerëz përmendin me nostalgji vitet e shkuara. Është vërtet, ato vite kam pasur një kënaqësi të madhe, sepse argëtimi vetëm ishin vetëm këto aktivitetet, filmat, në një çfaqe dhe gjë tjetër nuk kishte. Ndërsa sot ndryshon koha, ka shumë hapësira, ka televizionet të cilët me 10 televizion kanë hapësira, ka dhe aktivitetet ndryshme që kanë marrë një hovë për zhvillimin e tyre në qytet dhe në të gjitha zonat. Është vërtet që në ato vite kishte kënaqësi. Të merreshe me art, ishe dikush i cili respektohesh nga publiku, i cili ndjente kënaqësi edhe për ato shikimet, vështrimet që jepnin artdashtit kur kishe realizuar një çfaqje. Tashmë kjo gjë ka ndryshuar. Nuk është me ajo kënaqësi nga publiku, sepse janë mësuar me shumë gjëra dhe tani në krahasim me atë kohë tani kërkohet cilësi më lartë në aktivitetet të cilat realizohen. Emisioni Personazhe në Fokus e ka kënaqësi që ju të jeshit sot në këtë puntat të parë, në këtë sezon të 4. Dhe do nisim pyetjet tona një pas njëshme, por do të qëndrojmë te realiteti pa filtra, pa ngjyra.
Kështu siç jemi në realitet dhe vetë titulli i misionit për të sjellur personazhin është një realitet i kohës së sotshme se si sot jetojnë ata intelektualë që gjithkohës i kanë dhënë jo vetëm qytetit, po dhe vetes, po dhe publikut. Ne nisim pyetjen e parë. Zoti Petrita, si e kujtoni kontaktin e tuaj të parë në moshë të vogël? A ishte pasion i lindur apo i ndikuar nga ambientet familjare dhe apo shoqërore? Është vërtet. Që në moshë shumë të vogël, unë kam qenë i apasionuar mbas leximit. Mbaj mend që librin e parë që kam lexuar, marrë në bibliotekën e Lusë, kam qenë 6 vjeç, ende pa hyrë në shkollë, edhe e lexoja me kënaqësi, isha nga, më thënë, pjesëtari i bibliotekës nga më të vejlit. Edhe lexoja, por edhe ambienti familjar, më thënë, ke parasysh kur beshin festa, gëzime, njerëzit këndonin, tregonin, edhe krijohesh një atmosferë që mua më pëlqente dhe më tërhiqte shumë. Sidomos pastaj, gradualisht, me hyrjen në shkollë, filluan dhe aktivitetet që organizoheshin në klasa, në shkolla, dhe unë isha nga ndër të parë dhe i apasionuar për të marrë pjesë në këto aktivitete. Recitoja shumë bukur. A marrim mend diçka nga ato recitimet tuaja të para, ndoshta sot të kujtohet si diçka e veçantë? Mbaj mend, kam qenë në klasën e dytë, ishte kur u vraj mësuesi Ismet Sali Bruçaj. Edhe kishim një poezi, më kujtojnë pak ato frazët. Hyje për mbi kal, ja pranë shkollës ndal një djalë. Është korrieri Milazhdjeta që bjen libra dhe gazeta. Më kujtojnë këto vargje që unë i bëja me pasion, si që ishte koha atëherë. Si ishin aktivitetet e juaja gjatë shkollës së mesme, duke luajtur me një rol të rëndësishëm në formimin tuaj, cili ka qenë momenti ku ju keni bërë kuptimin e vetes me teatrin, apo me dramën, apo me komedina në shkolla, si bëshin këto gjëra në atë kohë? Zakonisht organizoheshin aktivitete. Unë kam qenë të gjimnazi 18 tetori, organizonin aktivitete të klasës, të shkollës, ku unë isha pjesëmarrës, merja pjesë në këto aktivitete, dallohesha sepse unë kam pas dhe një aftësi që edhe këndoja, nuk isha vetëm që interpretoja, por edhe këndoja shumë bukur, edhe shumë më kanë thënë që pse si e marr me këngën, faktikisht, megjithatë. Do konkurroj për këngë pastaj. Jo, kam kënduar në për festivale, interpretuesësh, po, edhe kam marrë edhe çmime të para. Por shfaqjen e parë me një trup, zakonisht trupa amatore, sepse teatri i qytetit Lushnjës nuk kishte vetëm estradën, ndërsa teatri ishte amator. Nuk u aprovua që të kishte edhe trup teatri dhe trup estrade. Edhe shfaqjen e parë e kam luajtur në 1977 me një dramë Shtëngat në mal. Unë isha vetëm 16-17 vjeç dhe kisha rolin e një inxhinieri Dimitri. U bë olimpiada teatrore që bëhesh me qendrat e punës, me ndërmarrjet që bën në teatrin Vaçezela është tani, se atëherë ishte kinoteatri i qytetit Lushnjës. Edhe interpretova atë rol dhe në fund të olimpiadës, unë pa marrë vesh gjë se i ri isha, por internetuar, mua më shpallën me vlerësimin laureat, vlerësimin më të lartë si aktori më i mirë, u shkruajtë dhe gazetat. Si u ndje Petrica Ina atë kohë? Si u ndje? Unë ndjeva thash që jam tamam në tabanin tim, atje ku më pëlqen të jem, që më pëlqen të jem. Ajo pastaj i dha dhe vullën akoma më tepër që unë të vazhdoja në këtë rrugë. A ishte vështirë skena në atë kohë? E vështirë. Ke parasysh kur vjeshin shfaqje, nuk e se jo të gjithë ishin profesionistë ata që drejtonin, dhe natyrisht kishte edhe problematika. Por kam pasur fatin që kam punuar me Lukan Kolën, regjizorin teatrit Kupa, dhe në atë kohë ai ishte drejtor në Benjsën Nëndori, dhe ai merresh me këto aktivitetet e para, dhe ai më vlerësoi edhe më dha këto rolet e bukura që unë
Për momentin, më të them, u dallova ose Në vitin 1982 ju nisët rrugtimin si përgjegjës kulture. Përvoja juaj, rolet, sfidat, përballimi, si u ndje Shahinaj? mbas përfundimit të kursit të regjizurës, dëshira ishte që unë të isha me stradën profesioniste, pavarësisht se kisha në aspektin dramatik, pra, më pëlqente teatri. Me rekomandimin e një profesori tim, atëherë ishte regjizor Leka Bungo, i cili më ftoi që të besha pjesë. Çuditërisht pati një problem, kishte edhe një çik pak probleme biografike nga ana ime dhe nuk më pranuan atëherë. Edhe detyrimisht më çuan përgjegjës kulture në Bënjës së Nëntëndorit, sektori Grabian, që ishte, më thënë, sektori më i madh i Lushnjës. Atëherë fillova punën, gjeta një ambient, shtëpia e kulturës ishte shumë e mirë, me parametra, me 2-3 salla, me kushte shumë të mira. Pavarësisht se në atë kohë ishte e pa mirë mbajtur, por duke shkuar atje vura dorë. Faktikisht i thash që tu nuk mund punohet, nuk quhet shtëpi kulture kur Mungojnë gjëra elementare. mungojnë gjërat. Çuditërisht mi realizuan shumë gjëra dhe e bëra, si themi ne, një shtëpi kulture kukull që u bë shembull gati në gjithë Shqipërinë. Fillova aktivitetin, fillim me aktivitetet e vogla për të njohur amatorët, edhe pastaj dal nga dal fillova të vija shfaqje. Do kalojmë te kjo pjesa. Keni vendosur shumë komedi apo teatr në rolin e dramës, në të gjitha aspektet të artit, për të përmbledhur gjitha bashkë. Çfarë ju tërheq më shumë në skenë? Unë çuditërisht kam bërë rolin e regjizorit edhe aktorit njëkohësisht me një shfaqje që realizoja. Më ka pëlqyer gjithmonë drama, por nuk më ka munguar dhe komedia. Kam bërë shpesh edhe komedi sepse ishte me pëlqyeshme nga spektatori dhe natyrisht Të drejtohesha po, më pëlqen komedia, por më thënë kryesori unë jam rol dramatik, më thënë tip dramatik. Edhe faktikisht ju veçantisht keni edhe një zë shumë të bukur. Ma ka fal Zoti, natyra. Nuk e di. Kështu ma thonë, por neve asnjëherë nuk na pëlqen zëri jonë. Jeni edhe një personazh televiziv, shpeshherë ju jeni një personazh në mediat lokale, regionale që i keni dhënë emër qytetit, në zërin tuaj, në aktivitetet të ndryshme që organizonte Qendra Kulturore Vaçezela sot, gjitha me radhë. Ju jeni një njeriu që keni drejtuar të tilla aktivitete të ndryshme. Keni ftuar me të zërin tuaj, të gjithë çuditë me zërin tuaj që qëndroni këtu. Kam faktikisht interpretimi i fjalës artistike më ka pëlqyer shumë. Në vitin 1984 bë një konkurs i fjalës artistike në gjithë Shqipërinë me rastin e ditëlindjes së Enverit që u bën Gjirokastër. Edhe unë kam shkuar me një poezi të bukur, edhe çuditërisht atje jam pëlqyer shumë, sidomos ka qenë në juri Prokop Mima, mjeshtri i fjalës artistike, kur kam mbaruar, isha i fundit i asaj nate, më ktheu publiku me dorë trokitje, dhe më ka dalë përpara Prokop Mima dhe ishte në ato kohët e fundit dhe më tha, ka edhe recitues të tillë, kjo më mbushi me krenari. Edhe di që unë kam zënë vendin e dytë në Shqipëri, në konkursin e fjalës artistike që përfaqësoi rrethin e Lushnjës. Pastaj kam realizuar mjaft dokumentar, poezi nga shkrimtarët që i recitoja, shumë dokumentar kam realizuar për qytetin, për kongresin, për aktivitete ndryshme, për personazhe të ndryshme të cilët kanë qenë. Duke qenë aktiv në shumë etapa në zhvillimin kulturor, si shikoni sot? Tani, sot,
është një periudhë, mbas viteve 90, që aktivitetet artistike në Lushnjë filluan e ranë. Edhe strada profesioniste dhe nga dalë ishte drejt shkrirjes deri sa u shkri më në fund. Faktikisht, kur kam qenë në vitet 86, 87, 88, kemi punuar me Gjeri Glalën, ka qenë regjizori i Shtëpisë Kulturës, me të cilin kemi vënë disa drama dhe komedi me Gjergjin së bashku. Kemi punuar, pastaj sot. Sot është vështirë për të futur spektatorin në sallë. Spektatori punon faktikisht me emra dhe me titull. Po të vi një këngëtar i cili ka bërë emër, po për nga vlera artistike në masë nuk është në atë, salla mbushet. Dhe çuditërisht mund të bësh shfaqje shumë të bukura, të realizuara të gjitha, dhe spektatori ka në qik me vështirësi, sepse shpesher ndjekin filmat, ndjekin Kush është guri i themelit që ju keni vendosur në dramat që ju keni hedhur në skena? Shumë drama unë i kam shkruar vetë. Është një aftësi që unë e kam lëvruar që në rinin time, në fillim shkruar poezi, pastaj fillova me pjesë ndryshme skeqe, kam realizuar 6-7 drama të realizuara dhe të vendosura në skenë me shumë sukses. Kam vënë shumë pjesë, në 1984 kam vënë pjesën Përtej dashurisë, më thënë dramën Përtej dashurisë të Dashnor Kokonozit, me cilin fitova flamurin e 40 vjetorit çlirimit të Abdheut, midis gjitha trupave të rrethit. Ky është guri themeli i dramës tënde? Jo, gur themeli. Gur themeli është, si të themi, të vesh një dramë ka shumë aspekte të ndryshme. Sidomos regjizori që duhet mendoj për shumë gjëra, që në përzgjedhjen e aktorëve, që në bërjen e platformës regjizoriale, ku duhet të dalë, ku duhet të realizoj, çfarë duhet të theksoj, më thënë janë këto gjëra. Dhe s'mund të thuash gur themeli, se drama është një dramë e cila ka subjektin e saj, zhvillimin dhe realizimin. A të ka ngel në një dramë e zull që se ke dhe në skenë dhe e bërë, thua sot që je në pension, thua boj, këtë nuk e vendosa kaj vite, nuk e vendosa dot. Jo, unë kam një karakter shumë të fortë. Po vendosa për të realizuar një gjë, me çdo kusht do të realizoja. Me çdo kusht do të realizoja. Me hirë e me pa hirë, me mungesa ose pa mungesa, unë kisha atë dëshirën dhe pasionin, do të realizoja, do të qoja deri në fund, dhe faktikisht, kjo këmbgulje, ky pasion, më ka bërë që të jemi suksesshëm në shumë gjëra. Pavarësisht në përkalim të pyetja e 9, që jemi afër fundit, sepse për çdo lloj personazhi ne i llogarisim nga 10 pyetje për të dalë në një spektër të gjerë të emisionit. Pavarësisht problemeve sociale apo jetës së përditshme, si e ruan Shahim Petridaj forcën e artit? Unë lexoj, studioj, ndjek edhe shfaqje të ndryshme, kudo shikoj, më thënë, edhe filma që shikoj në këndvështrimi se si mund të realizohet më mirë, se si mund të ishte më ndryshe, pra fantazia ime punon, edhe kur shikon një gjë të gatshme. Pra, nuk e pranoja ashtu siç është, po të isha unë si do ta realizoja. Ka ndonjë sekret të qëndrueshëm brenda? Sekret është syri i cili duhet ta kapi që në momentin e parë. Nëse kur lexon një pjesë, nëse ajo nuk të jep emocionet e para në fillim, ose dha emocionet forta, nuk është e suksesshme. Pra kur merr emocione, që në leximin e parë, leximi i parë shumë i rëndësishëm. Duhet ta lexosh qetë, me kujdes, dhe aty merr emocionet e para. Po i more dhe po qenë emocionet forta, natyrisht aty ke sukses. Ke ndonjë mesazh për të rinjët, ata që merren me art, apo ata të pasionuar që herë fillojnë dhe herë lënë artin?
Unë gjatë jetës time kam punuar me shumë të rinj, kam punuar kryesisht me amator, të cilët pastaj dal nga dal unë i futa atë injeksione dhe dashurinë për artin, për dramën dhe e them me kënaqësi që 3-4 nga këta të rinjt unë kam çuar në shkollën e aktorëve, të cilët sot luajnë, interpretojnë, pra kanë dalë nga dora ime. Faktikisht i përgatita, i dërgova në shkollën e artit, fituan, realizuan. Për shembull, Erlind Visha është një prej djemve të parë, të cilën unë e përgatita dhe sot është asistent regjisor te Portokallia. Është djalë lushnjar. Harrova emrin, ky djali, një djalë tjetër, Josif Sina, ka shkuar në Francë. Ka qenë aktor, ka punuar dhe ka shkuar në Francë tani ku edhe interpreton. Alba Shtëmbari ose Llozina ka qenë pjesë e punës sime që sot edhe që e pat në shfaqjen e fundit që realizuam së bashku me atë. Pra, edhe shumë të tjerë. Për gjithë publikun dhe spektatorin e televizionit dhe të emisionit Personazhe në Fokus, pyetja do të vinë nga ta, jo nga unë, do thonë, a ishim mundur Zoti Petrita për të vënë drama të tjera, pasi kinoteatri Luçës shpejt do jetë për qytetarët? Është jo e mundur, është shumë e mundur. Është kafsin. Ajo trupe që unë e ruaj me nostalgjia të grupin tim, edhe me zi po presim vetë shikojnë. Profesor më thonë, po mbaron, kur do fillojmë shfaqjen? Ka në një sekret të ruajtur Petrita i për pjesën e dramave që e mban sekret, ka vënë emrin, ka vënë gjithë rolet, gjithë aktorë, pa e mban pak sekret. A ka mundësi që ai sekreti të dalë, thohet? Edhe ka mundësi të dalë. Gjithmonë ne e ruajmë një gjë të vogël për në moment të rëndësishëm. Edhe kjo është ajo dëshira. Faktikisht unë jam duke punuar, duke shkruar një dramë, punoj her pas here, akumuloj gjëra, lexoj, më thënë që sepse realizimi i drame ka atë karakterin e përgjithshëm që duhet realizosh, sepse mund ndodhin gjëra të bukura për momentin, por ama duhet përgjithësimi. Pra, në përgjithësimi i aspektit që ti shërbesh shoqërisë. Kjo është shumë e rëndësishme në realizimin e një shfaqje, për mesazhet që përcjell. Gjithkohës emisionit e filluar me jetën tënde, punën tënde, gjithë karriera jote që ke bërë në art, përveç se tham të gjithë çka ne kishim parë nga ju, apo ju kishit në jetën tuaj të përditshme në ato vite të këtij sistemi, po dhe sot në këtë sistem, po kritika ka, zoti Petritaj? Po natyrisht, kur bëhet një punë, siç unë mendoj për shembull, shikoj një shfaqje dhe them që ja, kjo duhet të bërë kështu, pra, është një lloj kritike. Edhe gjithë ata sy që shikojnë natyrisht që secili në këndvështrim, po ta lesh veten të lirshëm e shijon. Nëse i hyn me atë syrin kritik, fillon nuk merr kënaqësi dhe natyrisht kritika ka. Kritika ka. Më thënë, ka shfaqje që ka pas edhe probleme, po jo të mëdha. Ka me syrin e një regjizori që ka vënë drama, që janë duar trokitur, a ka aktor të rinj qyteti që mund të përzgjidhen sot dhe sot të jenë dhe pjesë aktrimeve në institucionin e teatrit qytetit Lushnjës? Natyrisht që ka. Natyrisht që ka. Dhe unë e shikoj që dëshira ime ishte që disa nga këta aktorët, sepse unë i kam marrë që fëmijë, kam rritur, i kam bërë kurs aktrimi, më thënë duke ecur, duke u zhvilluar. Ma mend në një shfaqje që erdhi dhe drejtori i Fierit, Klajdi, miku im, erdhi pa shfaqjen këtu, edhe i thash, gjatë interpretimit ishim ulur bashkë, i thash, shiko se këta janë amator, më thënë, nuk janë profesionistë. Më thënë, mua e ke gabim. Këta që janë profesionistë, e shkuar profesionistë dhe folim me fjalë që mua më dukun mbase për të bërë qefin, por më tha me sinceritet më tha që ke një trup të mrekullueshme. Nuk dallohet fare, unë kam marrë kënaqësi, më thënë, është e çuditshme.
kam qenë dhe në trupa tjerë profesioniste, nuk e kam marrë këtë lloj interpretimi, Për dalë drejt fundit, si respektohet Shahin Petritaj në qytetin e tij, që ka dhe kontribuar kaj vite në artë, kur del në rrugë, në i kapene, në i shoqëri, në një... Si? Marrë kënaqësi. Një titull që përdore shpesh që thon profesor. Pavarësisht ky është një titull që e vendosin njerëzit për mos thirrur në emër ndonjëherë. Nuk e di të treguar. Respekt. Respekt, faktikisht, por nuk ka se e meritoj profesor. Profesor është titull i lartë, nuk duhet përdorur, megjithatë kur e përdorin, unë marr kënaqësi, ç'është e vërteta. Jam vlerësuar, unë me daljen time në pension, para një viti, në kryetari e bashkisë në thiri në Zyrë, më dha mirënjohjen e qytetit për punën, si regjisor, si organizator i aktiviteteve, që më them për këto 4 vjetë që punova si drejtues i teatrit Vaçezela. Kam marrë kënaqësi, kam marrë vlerësime nga njerëz, nga miq, nga të gjithë, Por nëse të kërkosh, zoti Petritaj, të rikthesh përsëri aty ku ishte, të ta bëje? Shikon, edhe ajo kryetarja tha që ju do jeni kështu midis nesh, do punoni me projekte, nuk do të shkëputesh, edhe faktikisht e kam të dëshirë që mos të shkëputem për të vënë në çfaqje, por pa penguar të tjerë të rinj, sepse unë jam një dashamirësi që duhet hyj brezi i ri. Çuditërisht, me daljen time në pension, unë shumë nga miqtë e mi, nga aktorët, edhe ata që përmendet ju që para aty në tavolinë, kam thirrur unë, kam thënë shiko se do iki, është puna ta merrni ju në dorë, do të thënë, kam ftuar shumë nga këta aktorët e gjithë i përgëzove. Nuk djova një fjalë tënde që a ka pas ndonjë zoti Petritaj, ne i themi, do ta themi pak popullor, që shkopinë në goma. Shikon, është jo, unë nuk kam emisioni është personazh, çdo gjë është realitet. Nga kolegët ka. Çuditërisht me vendosjen time si përgjegjës i teatrit Vaçezela, pati një reaksion, pati një ashtu, arritën deri aty sa kolegu punonjës i teatrit nuk vinte të shikonte çfaqjen, por xhelotzi, kam dëgjuar edhe thashë theme nga jashtë që flisin jo kështu, po ashtu, por unë ja lash kohës, ja lash spektatorit, ja lash vlerësimet, sepse kjo është natyra ime. Unë kur nuk dua që të krijoj debat, edhe kam dëgjuar, nuk kam ndier mirë faktikisht, por pastaj sa drama keni realizuar? Cilat janë emrat e këtyre drama që ju keni vënë në skenë? Kam realizuar shumë drama. Më thënë, si regjisor, aktor dhe autor. Në vitet, më thënë, deri në vitet 92, unë kam realizuar, më thënë, Përtej dashurisë, që ishte një dramë shumë e bukur, Dashuri Kokonodhi, që u vlerësuam me çmimin e parë që thash për 40 vjetorit. Kam realizuar Krusht të ngrirë të Ismail Kadares, të cilën e kemi dramatizuar, atë novelën e Ismail Kadares e kemi realizuar. Kam realizuar Tragjedin Prometeu, që kjo është e jashtëzakonshme, që unë me trupën time amatore të realizoja Tragjedin Prometeu, kur kanë ardhur aktorët e teatrit kombëtar që ishin shfaqje në Lushnjë dhe unë po realizoja, i mora dhe kur kam parë skenën, se unë kishe një skenograf të jashtëzakonshëm, një Lek Previzi, që kishte mbaruar shkollën e arteve të bukura në Itali, që ai realizonte skenën, ka ngelur të manitë, ore je i çmendur, thënë, ti në Grabian të vesh Prometeun, është e jashtëzakonshme. Televizioni Apollon, po e nis nga këtu, është një televizion që përfshin mbar zonën e muzikës, mbase edhe më tej. E vlerësoj për punën që realizohen, për emisionet që realizohen, edhe sidomos ky emision, që personazhe në fokus, që është një emision i këndshëm që ka të bëjë me njerëzit, edhe e shikojnë njerëzit që të duan, ata që nuk të duan, por televizioni Apollon, edhe me gazetarë si ju, duhet t'jap vlerësimin tim, dhe sa mora vesh ju ishte vlerësuar edhe në një vend tjetër, më thënë, si gazetar me vlera të veçanta, edhe
juve ju shikoj si një gazetar shumë impulsiv, që punoni, që nuk tremeni përpara problemeve që ju hapen, më thënë, realizoni ato piketat cilat që ju i keni në mendje dhe mendoj që televizioni Apollor duhet ju vlerësoj ju personalisht për këtë punë të madhe që realizoni për publikun e Myzoqes. Bëni emisione të këndshme. Televizioni Apollon ka pasur më përpara ka pasur dhe emisione të tjera, por dal nga dal është fokusuar kryesisht me ju zotin Ndriçim, të cilët unë personalisht ju vlerësoj. Zoti Petritaj, faleminderit që ishe pjesë e emisionit Personazhe në Fokus, këtë të shtunë në televizionin Apollon. Për mua ishte një kënaqësi, po e njëjta gjë dhe për vetë shikuesit e emisionit Personazhe në Fokus, për një njeri që i ka dhënë kaq shumë artit në qytetin e Lushnjës. Faleminderit juve.